Kom ble case telefonit edhe mbrojtësit ekranit për $85. Hajde të këshirëm sa ja ka vlejt. Jep, i ku marrë casein edhe mbrojtësin e ekranit D-branded, që case i ka kushtu $50, nërsa mbrojtësja e ekranit ka kushtu rreth $30, plus edhe me shipping e sene, plus e ditë që kumpru prej Amerikës në Kosovë, s'u kom vendimi mirë financiar. Ama kum dasht me marrë casein ma të mirë për telefon që me mbrojt telefonin 100%. Kum pa video në internet që e gjyshin me qitë case telefonin 20 herë në ciment, edhe pram bjetoj këtë su thejka kur gjë, edhe isha a thu qëka e ka bushit sen, edhe në fund e kuptova që Illuminati. Nejse, vazhdojna të qelëm edhe t'ja qesëm telefonit tem, që është që case i përkohshëm Samsung Galaxy S26 Ultras. Në si përsojnë agonit së njëri i shpis, së djalli i shpis, që shtësh që rishë pastrën ekranin. Vlenë më të seksu që nëse s'kisha dit me qitë që ata e kam edhe një ekstra, veç nëse s'kisha dit me qitë tjetërën. Që që super sen. Okej, menimi jam i fundit, sa i përket foljes, folja ma e mirë në ere që kom përdorë. Edhe shumë shpejt, mu deshtë veç me skanu njerë, edhe njerë gishta mi skanu, për ndryshe as gishta s'pimesin, as kërgjë. Tepër folje e mirë. Tësa sa i përket case'it, mu do ke mirë super, ama s'jun ka du me testu, se... ka kushtu shtrejsh këtë telefon. Nuk e testoj, as në ciment as sen. Mos përni që kom e shita i video të e testu në ciment anë i ka. Se testoj jo. Ama ja ka vlejt me pagu për €100 për shtu sene. Ma mirë, se sa me pagu shumë shtrejt ekranin e të sajna. Da shta ma mirë.